يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuam, ne muslimanët jemi vëllezër, qysh na mësoi vetë Allahu Azza wa Jall e pastaj edhe pejgamberi alayhis salam. Dhe vëllezërit duhet të ndihmohen mes vete. Vëllezërit duhet të ndihmohen mes vete. Nëse një prej vëllezërve musliman nuk është mirë, atëherë ngjason me ato sikur një gjymtyrë e trupit tënd, nëse s'është mirë, i krejt të trupi nuk është mirë. Duke u nisur nga që kjo, e poshtë arsyeshme t'i tham disa fjalë rreth asaj se nëse ndonjëri prej muslimanëve, prej vëllezërve tonë, prej të afërmëve tonë, ka nevojë për me ju gjindën e atij, me ja gjetë një borxh të vogël, atëherë të gjindemi atij. Nëse ka nevojë për me ju gjetë me një borxh, ka ndonjëri prej neve, najherë është lazëm, është nevojë të madhe për me ja gjetë na atij një borxh. Përndryshe, nëse si shporastis në shumë hera që me që rrejti e ti, vëllezërit e ti, dashamirët e ti nuk i gjejnë ati borxh që ati po i duhet një shumë e pareve si urgjente, atër ka prej atyne që po hinë edhe komot. Hinë marrin komot veç me dalë prej krizës që aj e ka. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tha, hadithin që e sjell Imam Muslimi, që vjen prej Ebu Hurajrës, tha pejgamberi alayhis salam: "Men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Kush për juve, tha pejgamberi alayhis salam, i alargon një vllavit të tij, një mu'minit, një besimtarit, i alargon një brengit të tij në dunjë që ai e ka, Allahu ka me ja largu ati në ditën kur të dalim para ti, ka me largu brenga prej brengave që do t'i ketë në ditën e gjykimit. Cili prej neve nuk është i nevojshëm që në ditën e gjykimit me ato brenga që na rrethojnë ditë gjykimit, me krejt ato të mira dhe të këqija që i kemi bërë rreth neve, cili prej neve s'ka nevojë që Allahu disa me na shly edhe me na zhduk. Atëherë po kjo të mëson ty që me ju gjindë vëllavit tanë musliman kura i ka nevoj. Pastaj ta pejgamberi vazhdon hadithi, wa ma yessara sirin yessara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. E kush i lehtëson muslimanit një çështje që ai është në vështirësi, kush i lehtëson, Allahu ka mja lehtësu atij çështje në dunja edhe plus në ahiret. Në dunja dhe në ahiret. Pastaj ta pejgamberi, wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. E kush e ka një brengë një musliman, e ka një ajbë, një turp, një të keqe, e kush i ambulon ati, Allahu ka me jambulu të metën e ti në dunja dhe në ahiret. E pastaj tha pejgamberi sam, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Edhe Allahu do të jetë në ndihmën e robit, në ndihmën e njerit e muslimanit derisa ai të ndihmon vëllavit e tij. Pra ai ka nevojë të mja gjetë një borxh të vogël që me ndihmu,
ndesh atë i ndihmë ti ati, Allahu ka më të ndihmu ty. E pastaj ta pejgamberi sa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. E kush e merr një rrugë të dijes, kush e zgjedh rrugën e dijes, Allahu do t'ja lehtëson rrugën për në xhenet për shkak të rrugën për në xhenet për shkak dijes që ai është duke e marrë. Kjo pastaj ta pejgamberi alayhis salam në hadithin që e sjell Imam Muslimi që vjen prej Burde radhiyallahu anhu. Burde një ditë prej ditëve po transmeton hadithin dhe këto e sjell Imam Ahmedit, e ka bërë të vërtet Sheikh Albani dhe të tjerë që kanë folur për Musnedin Imam Ahmedit, kanë thonë është hadith i vërtet. Burde ky tha ndëgjova pejgamberin alayhis salam duke thonë një ditë prej ditëve, tha kush ja gjon një vllavit të vet një borxh kur ai ka nevojë, Allahu do t'ja shënon. Për çdo ditë që ai ka gjet një borxh, çaq ditë so e ka bon afatin me prit, për çdo ditë nga çaq sevape. Nëse ja ke gjet vllavit tan 100 euro borxh, dhe i ke thonë që tu 100 euro mi kthen për një muj ditë. Hadithi po thot, nëse për një muj ditë llogaritë e ty për çdo ditë i ke dhënë sadaka nga 100 euro. Dikush po bën kopras, priton me dhon kur ka nevojë xhamia ose një i volfër ose se s'ka qef me dal parët pe xhepit, por ka qef me marrë shpërblimin e sadakas. Atëherë Allahu përmes pejgamberit asum ta mësoi një rrugë tjetër. Gjendju vllavit tan kur ai ka nevojë. 100, 1000 nëse ti ja jep. Nëse ja jep borxh 1000, hadithi po thotë ky hadith, po thotë që ty të llogaritën për çdo ditë nga 1000 sikur ti je duke ia dhënë sadak, duke i dhënë sadak. Edhe apet ku dje fundi mujt ai apet i kthen. Tha Burde, edhe në gjova kështu pejgamberin. Por një herë tha, pas kësaj fjale, e ndëgjova apet pejgamberin duke thonë, kush ja gjon vllavit vet një borxh kur ai ka nevojë, kush ja gjon vllavit vet një borxh, atëherë tha ai do ta merr shpërblimin e dyfisht si të borxhit që e ka dhënë. Sikur i bjen, nëse i ke dhënë 1000 euro, po i bjen për çdo ditë nga 2000 euro sadak. Cili për neve nuk e pëlqen me dhënë nga ose 100, ose 10, ose 2 fishin, ose 1000 nëse njëri ka pak më shumë ja gjon vllavit tan, për çdo ditë nga 2000 tash. Edhe Burde ky sahabiu tha, u çudita pak, se një herë ndëgjova pejgamberin kur tha 1 fishi, tash 2 fishi, edhe i thash, oj dërgumi i Zotit, tash unë të niva të i thonë ty qështu edhe kështu. E cila është? Tha pejgamberi alayhis salam, lehu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dayn. Të mi e merr një fishin, çaq so ke dhon, nëse ke gjet 1000 euro borxh, e ke bën terminin për një muj, i bjen për çdo ditë nga 1000 deri në terminin që keni bën marrëveshjen në çit kohë më kthy. Tha pejgamberi, فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. Kur të vjen termini, e ke bën një muj ditë terminin ti, për 1000 ershin që e ke gjetë ose 100 ose edhe më shumë. E ke bën terminin për një muj. Brenda qitini mujit, sikur me i dhon, tha pejgamberi, po ja sqaron ta sahabijut, sikur me i dhon për çdo ditë nga 1000 erë sadak. Por kur vjen data me ta kthy borxhin, i ngrati s'ka, ju kanë ngushtu punët e tij, s'ka me të kthy. Tha pejgamberi sa e tash kur s'ka, ky zotniu që ja ka gjetë parët, ky vllavi musliman që ja ka gjetë parët, aty qysh, po të shty afatin. Edhe një muj tjetër, aty qysh, po ta shty afatin, edhe një vjet tjetër. E këtu tha pejgamberi sa e që shtyrjen që ja bani, i merr për çdo ditë nga 2 fishin. Nëse i ka dhënë 1000 nga 2000 tash, veç pse ja shtyri vllavit të ti borxhin që ai ken zër dhe smujti me ja kthy. Apo e vreni, se si ky dini jon e vlerësoi fillimisht vëllazërin mes veti. Si i dha përparësi asajna që mund ndihmu vëllazërit musliman në mes veti, e mos me lënë njëri është shumë gjendje kritike, shumë i nevojshëm për m'u gjind, e personi tjetër e ka mundësinë për m'u gjind, por çes po do me ju gjind, edhe plus ka siguri tek personi. Nuk është person që ja merr dhe s'ja kthen mo, por ka siguri dhe apet nuk ja gjond. Kjo bile, thash, është para ata kopraca që pyetojnë me dhonat sadakën e tyre, edhe që muaja si kthehet, ama i kthehet tek Allah azza wa jall normal, ndërsa
kjo është sadaka e shumë fisht, apo e vreni, edhe apet mu të kthy të këti. Këto edhe Allah Azza wa Jall në mësojnë në Kur'an që nëse njonit kur ti tash t'i gjonë bërç, nëse i ngushtohen punë të Allah Azza wa Jall, wa in kana du usratin fanadiratun ila maysarah, nëse ati borçliu që ja ke gjetë borçin ti, tha Allah Azza wa Jall, ju ngushtohen çështjet, shtyja ata borçin atij, shtyja afatin e dhonjes, kështu tha Allahu Azza wa Jall, por çka ata interesant për ata që janë bujar, për ata që janë që dhojnë për hir të Allahut, që vazhdon ajeti tha, wa an tasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, nëse ati që tash është në zër vllavi jet musliman, nëse ja fal krejt, kjo është më mirë për juve sikur ta dinit, tha Allahu Azza wa Jall. Krejt nëse ja fal, borxhin që ti ja ke gjet, ja fal krejt, kjo sa e mirë është për juve. Kështu na mësoi Allah Azza wa Jall, edhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa po e sjellë hadithin tjetër që vjen prej Hudhaifata ibn al-Yaman, që ka sjellë Imam Muslimi. Tha pejgamberi alayhis salam, erdhën melekët që i morin shpirtat. Pejgamberi shqip që mos më zgjat. Erdhën melekët që i morin shpirtat. Edhe ja morën shpirtin një prej njerëzve, prej robërve të Allahut. Edhe Allahu e qiti në pyetje tek ai. I tha, o njeri, a ke bonaj të mirë ti najherë? Am prezenca të ishin melek të rejti tash. I tha, a ke bonaj të mirë ti najherë? Rubi, para Allahut Azza wa Jall, s'ju kujtoj ke sen mu. Nuk ju kujtoj ke se madhria Allahu me madhrin e ti për para, me rejs shkuhet, tha, jo zot, une as një të mirë s'këm bo. Allahu i thët, menda. Unal, kur e adha mundësin Allahu për me mendu, mos ke bonaj të mirë, unal mendoj Rubi, tha pejgamberi selam. Tha, o zot, vesh një e pasna. Çka pasje? Tha, one kur kanë pasë vëllezërit e mi nevoj për bërç, unë ju kum gjindë atyre. Ju kum dhonë bërç atyne. Tha, e kur vike koha për më kthy borçin. Nëse tha ishin zër, tha, one ja shtysha borçin atyre. Nëse ishin zër smëqin më kthy, unë ja shtysha afatin. E nëse vike koha më dho borçin, më kthy borçin, tha, por unë ja ma ktheshin nëse pesbërtej. Nëse ja kum dhon 1000 euro, vjen koha, a mi ja vish 100 euro. Tha, unë i pranojsha edhe kthimin e borçit me nga pak, e tolerojsha ta me qishtu. Allahu Azza wa Jall i thot melekve rrethit, tolerane edhe ju këto atëherë. Me një transmitim Buhariut, i thot shtine në xhenet këto tashti. Apo e vrejnë çfarë shpërblimi. Veç pse ishte i sjellshëm me muslimani, me vllaven e tij që ju ka gjetë ai kur ka pas nevojë, ja ka shty borçin e tij, atëherë u bon që Allahu Azza wa Jall me falë dhe më shëru, ju veç kaq. Po shpërblimet shumë të tjera ka përmend ky dini ju përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre na tregon gjendjen pejgamberi alayhis salam, kur do të dalmi para Allahut Azza wa Jall. Se na muslimanët e kena etikadin, e kena bindjen, se pasi që të vdesmi kur veç Zoti e din, por do të dalmi prej tokës edhe një herë. Edhe tek Allahu do të kthehemi atje me trup dhe me shpirt dhe llogarin atje kena me dhon. Mirë, po ajo ditë zgjat dhe dielli afrohet mbi kokat e njerëzve. Edhe temperatura e diellit i mbulon njerëzit. E disa prej temperaturës së madhe njerëzit e tyre mbulojnë deri në gjunjë. E disa deri në bel, e disa deri në qafë njerëzit e tyre, e disa në tujnë, në njerëzit e tyre, për shkak të zhegit të madh që dielli e sjell kur i afrohet mbi kokat e njerëzve, megjithatë, a diçka tha pejgamberi alayhis salam këtu. Në hadithin që e sjell Imam Muslimi, tha pejgamberi sa, "Man ansara mu'siran, aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih." Kush i ndihmon njëri që ka nevojë ja gjon një borx, i ndihmon atij. Ose kur vje puna pastaj me këty borxhin edhe ja fal krejt, Allahu ka me shti në hijen e tij, në hijen e tij. Allahu të ta shti në hijen e tij. Në një hadith tjetër që ka sjellë Imam Ahmedi dhe Sheikh Shoaib ka thonë është i vërtet, ka thonë men nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhill al-arshi yawm al-qiyamah. Kush i toleron atij që ka gjetë borx, e toleron si ka me t'i kthy, s'ka problem, i kthen pak ma van, ose i ja fal krejt. Në këtë hadith e përmeni ma qarta pejgamberit, do t'jetë në hijen e arshit të Allahut,
në ditën e kiametit kur s'ka me pas hije tjetër ma të heq. Gjithaj miliard njerëz, gjithaj temperaturë, ai diell afrohet afër, veç pse ti i ke gjetë vllavit tanë musliman, i ke gjetë bërsh. S'ke mujt me kon e aty në personave, 7 persona që janë në hijen e arshit e Allahut me një hadith tjetër. Po banu për shqytyre, bile. Nëse Allah të ka furnizu ty me material, Allah të ka furnizu ty me parë, me posna përdor, pse nuk i gjindësh vllavit tanë musliman kur ai ka nevojë? A nuk ke qef ti tash me kon prej ati imbuluar dhe i ruajtur prej asoj temperaturë të madhe të diellit në ditën e gjykimit? A nuk i qef me kon në hijen e arshit të Allah që s'ka mo hije tjetër, veç hija e fëronit të Allahut në ditën e gjykimit? E ato hi njerëz të veçantë. A nuk i qef ti me kon për të veçantëve? Atër gjëj vllavit tanë musliman, kur ai ka nevojë, gjoj bërsh, e pastaj veç bane për hir të Allahut, edhe bane njetin vete, o Zot, këti po ja dhon shtinëm në hijen e arshit tanë ditën kur do dalin para teje. Kjo për është ai shpërblimi që ky dini i jon, dini islam, i ka dhon personave që i gjindën vëllezërve të tyre musliman kur ata kanë nevojë. Në inshallah këtë temë edhe pak do ta vazhdojmë. Elusmi Allahun azza wa jall të na falë, na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall prej atyre sadaka dhënësve për hir të Allahut tek vëllezërit e tun, prej tyre të na ban. Elusmi Allahun azza wa jall në xhennet dhe në hijen e arshit të Allahut atje të na srehan. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.